Lëvizja reago për drejtësinë ka protestuar para bashkisë së Durrësit një ditë pas vdekjes së foshnjës një muajshe pranurës së Dajlanit. Protestuesit kanë qelluar me vezë derën kryesore të bashkisë dhe kanë ndezur tymuese në sheshin para saj. Aktivistë të kësaj lëvizje janë shprehur se është detyrë e bashkisë dhe e kryebashkiakut Dako që të marrë masa të menjëhershme për të strehuar të gjithë fëmijët e rrugës dhe për mos t'i lënë që të lypin. Është e papranueshme. Kjo nuk mund pranohet në asnjë lloj mënyre. Është diskriminim më i madh që bëhet fëmijëve. Të vdesin nëpër ura, pa asnjë lloj mbështetje, pa strehim, pa ushqim, pa gjitha. Kur do të ndryshojë ky vend, të kryetar bashkie që nuk e njohin hallin e njerëzve, nuk njohin asgjë, nuk e njohin as kuptimin e jetës. Kur të mësohen që të hyjnë nga dera para, mos hyjnë gjithmonë nga dera pasme. Hallet e njerëzve janë përpara, jo pas shpinë. Po për një fatkeqësi që ndodh çdo ditë në rrugët e qytetit Durrësit. Fëmijët e moshave të mitura 6, 7, 15 vjeç detyrohen që të lypin. Agjencia për mbrojtjen e fëmijëve, e cila është kompetencë e Bashkisë Qytetit Durrësit, duhet kujdeset për këta fëmijë. Me dhjetra qytetarë dhe studentë kanë ndezur qeverisë në shkallët para Bashkisë së Durrësit dhe më pas kanë mbajtur një minutë heshtje për foshnjën që vdiq për shkak të kushteve të këqija të jetesës.